dyqan gjigant asiatik dhe do marrë disa snacks që t'i provojmë më vonë, sepse që nga ca gjë që nuk jam parë ndonjëherë. Shihni sa cute! Deri tani kemi marrë 3 copë të tilla. 3 copë si kjo, me sa pash ishte hurmë me fara të zeza. Nuk di ç'a të zgjedh tjetër. Këto lexojnë Joy Tofu, Dried Bean, Curd Beef Flavor. Se dia ti marrë këto. Ka Oreo me matcha. Sa shumë shije paska. Marrim ndonjë nga këto? Kjo është mango me spec djeks. Do doja shumë ta merja, po e di që nuk do më pëlqejë dhe më vjen gjëna që ta hedh. Kjo po, mango e tharë. Interesante. Po marrim këtë që nuk është spice. Fun fact, për mua është shumë vdes për mango. Është frutimi i preferuar. Paska fresh noodles. Rice. Rice, salsa. Këta janë gjë që duhen gatuar, kështu që thehen. Tepër? Jo, nuk e dua tepër. Nga këtu, mendoj se do marrim një mochi. Çfarë është kek? Kjo? Si buk? Bean bread. Sa të mirë ka! Ka shumë tekstur të mirë, e ka shumë kremoze, mendova se do ishte si akull dhe ka shumë shije intensive.